Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet aleatëve furnizojnë me armë grupe, sepse duhet kuptojmë që Irani është një federat që përbëhet nga shumë etni, mund të furnizojnë sepse ka dhe informacione dhe nuk është se janë referenca shumë besueshme, po që ka brenda në Iran ka grupe etnike që po tentojnë të shpallin autonominë apo pavarësinë. Pra, mund t'i shkohet edhe kësaj, ajo që ndodhi në Siri, nëpërmjet furnizimit dhe mbështetjes së këtyre grupeve me armë. Ajo pastaj për të ndër diçka tjetër për Iranin që mos ta ashu. Se s'kemi shumë. Nuk është homogjen. Domethënë vetë persët janë gjysma e popullsisë. Gjysma tjetër është 1/4 është azer, janë Azerbajxhanas, janë turqi. Pra, si popullsi. 90% janë kurd, që janë edhe. Pra, ka shumë minoritete dhe kurdët, historikisht aty kanë pasur, janë përdorur edhe në konfliktin Iran-Irak, nga ana e Irakut, pra janë furnizuar me armë, kanë vazhdimisht kryengritje dhe kësaj radhe pati tentativa për kryengritje. Por në ana tjetër, dhe regjimi ka ato që ka trupat e veta fanatike, domethënë për të dhënë idenë e çfarë fanatizmi kanë pasur ata në luftën, konfliktin Iran-Irak, ti ke pasur ato që ishin trupat basiq, në të cilën rekrutonin fëmijë të vegjël, 14, 15, 16 vjeç, që i vishin me të bardha dhe u varën një çelës në qafë, që i thoshe do i hapi dyert e parajsë dhe i nisnin përpara trupave të ushtrisë rregullt, për të çminuar zonën. Pra, po të kapet ti ndonjë minë, e kupton, aty nuk kalon më ushtria që vjen mbrapa, sepse një nga problemet që kishin ata ishte minimi i zonës, domethënë, dhe vritesh shumë veta. Pra, e kuptonin në çfarë niveli fanatizmi fetar janë, domethënë, e kanë indoktrinuar një pjesë popullsisë e cila pastaj do tregon që edhe sikur ti të vrasësh ata që janë apo ti eliminosh çfarë është kreu sipër, normalisht poshtë do kesh të tjerë që t'jenë të gatshëm të veprojnë si Khamenei, apo të veprojnë si Khomeini, apo të veprojnë si çfarëdo lloj lideri fetar. Pikërisht për shkak të këtij indoktrinimi që ka ndodhur dhe që vazhdon të ndodh. Kuptohet, nuk ka më atë mbështetjen popullore, po sido që të jetë, numri atyre që janë rreth 100.000 trupa basiq, të cilët teorikisht mund të shkojnë 3-4 milion, ca thonë mund të shkojnë 7 milion, domethënë këto janë më tepër, po themi, hipotetike, por prap janë shumë, edhe sikur ushtria të përplasur, ushtria tani në këto momente e ka shumë të vështirë të kundërvihet, sepse e para punës forca më e përgatitur dhe që ka asetet më të forta është Garda Revolucionare e Iranit, dhe në krau tjetër, pra, dhe ushtria është diku te 400.000, Garda Revolucionare është 200.000. Dhe për më tepër janë rreth 100.000 trupa basiq që janë të gatshme që pra ka një ekuilibër forcash, edhe sikur ushtria të bëhet me popullin, e cila e kthen të pamundur dhe vetëm mënyrë aty mund të jetë fakti i një presioni të vazhdueshëm. Fushata ajrore mund të jetë suksesshme deri në një farë momenti. Në qoftë se ti eliminon ata që mund të jenë ose e bllokon totalisht dhe mund të kalosh në një kolaps ekonomik, kjo mund ta bëjë që njerëzit pastaj janë pa bukë, s'kan çfarë bëjnë, do sulen edhe do bëjnë kryengritje, ajo që ndodhi në Shqipëri në 97-ën. Por e gjitha kjo pastaj më ke krahasuar Iranin disa herë me realitetin është ngjashme kur ndryshime politike. Jo, e kam fjalën që kur ti ndodhesh protezë do të përdorë një leadership, nëse ti e të krijon një situatë të tillë të ngjashme me 97-ën, ku njerëzit aty mos kenë bukë të hanë, sepse afrohet flota, vendos embargo, fillojnë goditjet, bllokojnë gjithë transaksionet, normalisht vendi shkon kolaps ekonomik, mund të ndodhë një përmbysje nga brenda, pra një kolaps brenda siç ndodhi në Shqipëri në 97. Por problemi është që në Shqipëri ne jemi monoetnik, në kuptimin 98% jemi shqiptar këtu, po të heqim pakicat kombëtare. Atje nuk është 98% iranian, atje është gjysma iranian. Dhe kjo pastaj do të çojë që të ngrihen kurdët, të ngrihen azerbaxhanësit, të ngrihen armend, çfarë do lloj popullsie tjetër aty të fillojë të marrë armë. Dhe kjo pastaj kalon në kolaps shumë herë më keq se sa situata që është tani në një farë mënyrë e menaxhueshme. Pra, edhe kjo pjesë e kryengritjes në brenda. Mos ta hap diskutim debatërim me këtë që sapo thjesht pash pak edhe mimikat tuaja dhe ishit gati për të ndërhyrë për të nisur diçka tjetër, po kam përshtypjen se nuk e kemi minutazhe. Shkojmë pak te Gronlanda, duhet ta nis pak për dhënë edhe pak informacion.
Në momentin që Trump tregonte që do shkonte, do merrte Grenlandën, pati shumë reagime, madje edhe në video në rrjetet sociale se keni vënë re, qytetarët e zonës u çuan protesta, pati një reagim shumë të fortë, ndërkohë sot rikthehemi në një situatë. Ata janë qytetarë që spronon nga $100.000. Me qëra fjalla, profesori do në da fikson dhe këtë diskutim të rëndësishëm. Trump largohu, nuk i përket, nuk e të drejtë, përveç që flasin për shumë pak qytetarë, sepse Grenlanda është një vend i banuar nga rreth 60.000 persona.